ku Allahu Azza wa Jall në shumë ajet Kurani Kerim e publikoi dhe tha: Inna kefejnake l-mustehziin, mos u brengosti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne do t'i shpartallojmë ata që tallen dhe të fien ty. Dhe kështu ndodhi, vëllezër të ndershëm. Transmeton Abdul Malik ibn Asad, njëri prej komandantëve të muslimanëve, kur shkon në Sham dhe e takon nipin e Heraklit, atij që ja dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përmes Dahjel Kelbiut sahabiut mesazhin e tij dhe e fton në Islam. Herakli, edhe pse nuk e pranoi Islam, e çmoi dhe ndëroi letrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku ai e mbështjelli me mëndafsh dhe e shtini me një sanduk të dukatit. Dhe porositi nipave të tij që ta ruajnë këtë letër, nga se perandoria dhe pushteti i tyre do të ekziston derisa të ruat ky mesazh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nipi i tij, janë nxjerr Abdul Malik ibn Saadit, thot e shpalos letrën, mesazhin e pejgamberit Allah, që ja çoi gjishit të tij, dhe e ftoi në Islam. Kërkon Abdul Malik ibn Saad që ta puth letrën e pejgamberit Allah, nuk ja lejon. Mirë po thot e kanë trashëgu nga baballarët ton, që kanë thonë derisa ta runi këtë letër do t'ja run Allahu pushtet. Dhe ne trashëgojmë këta dhe nuk ja diftojmë të qerve këtë sekret të cilën na i kanë lënë stërgjishët tanë. Allahu Azza wa Jalla lën që romakët sot e kësaj dite të kenë një pjesë të pushtetit të tyre, vetëm për shkak se nderuan mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Kisra persianët, kur pejgamberi Allahut Abdullah ibn Hudhafa ja dërgoi Kisras mbretit të Persis mesazhin që e fton në Islam, e merr letrën, mesazhin e pejgamberit Allahut, rebelohet ndaj këtij udhëzimi dhe e gris letrën e pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut kur ndëgjon se çfarë vepron Kisra mbreti i persianëve, thot Allahu ja gris pushtetin siç e grisën mesazhin dhe thirrjen e Allahut Azza wa Jall. Çka ndodhi, vëllezër të ndershëm? Mrena 4 viteve 10 pushtetar, si cili e mbit babën e vet, gjali i tij e mit Kisran, e gjalin e tij e mit gjali vet. Me radhazi mas 4 viteve shpartallohet pushteti persianëve. Sot e kësaj dite persianët nuk kanë pushtet, nga se e grisën mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para do vëllezër të ndershëm, ajo që ndodh këtyre ditë, që ofendohet dhe fyet krijesa më e ndershme sipërfaqen e tokës, vetëm alarmon se ka fillu fillimi i ngadhnjimit të Islamit. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, na kanë transmetuar, na kanë tregu se muslimanët kur ishin në përbeteja, derisa nuk mushin të çlirojnë disa kala, nuk mushin të fitojnë në disa fitore, ta derisa thuaj se u dëshproshin shpirtërisht, e ndëgjonin se e filin armiqtë e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tha u përgëzonin me këtë fyrje, edhe pse u rrenin në shpirtin e tyre fyrjen e pejgamberit Allahut, mirë po përgëzonin se fitoria do t'jetë afër, edhe vërtet nuk kalon të një javë apo di javë, vetëm Allahu Azza wa Jall ndihmon të palët e musliman